mëni, na tregoni pa publikut tim ma shumë ma gjërësi për partinë e juaj. Cila është? Përshëndetje, jam Dyn Hoti, partia jonë është Balli Kombëtar Demokratik Shqiptar, e cila parti goron me numrin 113 me kryetarin e partisë Alban Hoti, i cili ka ardhur nga Amerika dhe është inkuadru me Ballin Kombëtar, dhe Balli Kombëtar është një parti e djathtë, e dinë të gjithë, e cila që nga mbas luftën e dytë botërore ka qenë e regjistruar, mirë po kohët e fundit tash ka marrë një guxim edhe e kanë aktivizu ma shumë këtë parti, e cila punon për atë dhe për familje, e cila është e fokusuar në zhvillimin ekonomik dhe ngritjen e mirëqenien e popullit këtu, të cilët me batisa dhe zbatisa mezi ja kalojnë mujin. Po Balli Kombëtar nuk ka shumë premtime, boshe, rrena, këto gjona që janë thonë deri tashti. Këta shkojnë vetëm me vepra. Do të investojnë, do të nxjerrë kryetari, do të sjellë investime nga Amerika, i cili është që 26 vite në Amerikë, ku atje ka jetu dhe tani është vendosur në Kosovë. Balli Kombëtar nuk do të bën koalicion me asnjë parti, të cilat disa janë socialiste, disa janë komuniste, disa janë enveriste, ato mendimet që kanë vetat, po Balli Kombëtar shkon në zgjedhje me numrin 113 e vetme. Ata Ju falenderoj, po ndesha një pyetje gëzime kemi në zgjedhjen e 28 kemi një parti të reja, po. Shumë falenderoj, të jure suksese dhe unë të pajtë tjere që njerëz drejta të zgjohen nga gjumë që nuk kanë dorë zgjidhje të votojnë. Të shumë që janë mundësi të gjitha në kështat, apo? Po. Dhe kjo, uroj vit njeri, vetë jetë diçka. Faleminderit. Desha të di shtria juhet në shumë deka të Kosovës apo vazhdon tërë Shqiptarinë? Kjo për momentin është në krejt Kosovën, po qëllimi është edhe në Shqiptari, ku kryetari i Ballit Kombëtar të Kosovës ka pas kontakt edhe me kryetarin e Ballit Kombëtar në Shqipëri, dhe këto do të vazhdojnë bashkëpunim edhe... Jo faleminderit, pasi kjo video do të jetë përsua si rreth në YouTube, në kanalin mjafton, ju përshëndes, urojmë sukses.